Sigurisht që Moska preferon të Vulinin mbi të gjithë kandidaturat që janë në horizontin e politikës serbe për momentin. Por nga ana tjetër mendoj që për rusët pak rëndësi ka figura e një personazhi apo të një tjetri, rëndësi ka që të ketë domethënë mundësinë për të deportuar, për të qenë e pranishme në Ballkan, në Serbi, me politikën e vet, dhe Vulin sigurisht që është një përques maksimal i, le të themi, interesave ruse në fundit. Andaj dhe ndoshta nuk flasin shumë në të drejtim tashti për mos e dëmtuar ndoshta në sukseset e mundshme të ardhme. Gjithsesi, po e përsëris që për rusët më rëndësi ka vetë vija, drejtimi, se sa një figurë e caktuar, qoftë ky dhe Vulini që është mos e i preferuar nga rusët. Misha, përsa i përket Kosovës, Aleksandr Dugin deklaroi, Rusia ka detyrë historike dhe morale për ta ndihmuar Serbin ta rrimar Kosovën, çka është e mundur vetëm në një botë multipolare kur pesha dhe rëndësia e perëndimit të jetë shëmbur. Po këto janë, domethënë, po ta them ashtu siç e mendoj vetë, janë fiksimet e Duginit dhe bota dhe zhvillimi ndërkombëtar bëjnë të tyren dhe zhvillimi do të shkojnë në mënyrë tjetër, ka shkuar në drejtim tjetër dhe Kosova asgjë nuk diskutohet më, që nuk kthehet më qerja nga mbrapa. Vetëm të zhvillimi që mund shikoj është një, nëse e doni troç, një bashkim i Kosovës me Shqipërinë të ardhmen. Edhe një pyetje të fundit, her pas here, çështja e Kosovës përmendet nga politikanët më të lartë, përfshirë këtu dhe presidentin Putin si shembull. Doja të pyesja, kohët e fundit, a është përmendur ajo sërish në leksikun politik dhe atë mediatik në Moskë? Po nuk para janë marrë shumë në këtë drejtim, sinqerisht, këto kohët e fundit, sepse janë të përqendruar më tepër për në çështjen Trump dhe në atë të Ukrainës, prandaj nuk para, por kam vënë re një le të themi një vëzhgim nga ana ime, ishte për një koment të një blogeri që është i specializuar për Serbinë, dhe ku vënte në dukje që në Serbi mund të ketë së shpejti trazira dhe në drejtimi, domethënë këtyre trazirave nuk ishte Kosova, po ishte Krajina e Preshevës. Pra këtu domethënë pritet më tepër një anashkalim nëse do të ketë në drejtim të, le të themi, të zvogëlimit të territorit serb, jo të zmadhimit të saj. I dashur Misha, shumë mirë njohës për kohën dhe kontributin tënd të vyer në këtë emision. Të falenderoj shumë. Merci, ju lutem. Të falenderoj.